Në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov, sot u mbajt festivali Krimtari Inkluzive, ku bartës i këtij projekti është biblioteka e këtij universiteti. Sipas organizatorëve, ky festival synon të promovojë krimtarin, diverzitetin dhe përfshirjen e çdo individi. Më tej lidhur me këtë organizim, Elmedina Abdullahi thotë se UEJL është institucion me përgjegjësi sociale, ku këto vlera kultivohen dhe promovohen çdo ditë. Qëllimi është të bëhet vetëdijsimi, se këta kategori të njerëzve që janë me aftësi ndryshe kërkojnë një ndihmë, kërkojnë një dashuri, kërkojnë një përkushtim të veçantë. Edhe ato edhe familjet e atyre, këtu kanë qenë të inkuadruar studentët e psikologjisë, studentët e fizioterapisë dhe kanë qenë të inkuadruar po ashtu edukatorët nga shkolla fillore e Liria së bashku me paralelet speciale dhe në fund të krejt këtij programi që ka zgjatur 2 muaj kemi konkluzionin që është bërë nga mentori i studentëve të psikologjisë profesor Arafat Shabari, të cilat do të dorëzohen pastaj si sugjerime për institucionet dhe shoqërisë. Ne jemi shoqëri pak më konservative dhe është momenti që të hapim krahun se këto fëmijë, këto familje kërkojnë dashuri, kërkojnë përkushtim dhe kërkojnë ndihmën tonë. Ndryshe në fund është hapur ekspozita e organizuar nga fëmijët e paraleles speciale në shkollën fillore Liria në Tetov, ndërsa projekti është përkrahur edhe nga Ministria e Kulturës. Gjatë 7 javëve të fundit janë organizuar takime të rregullta me 3 kategori: fëmijë, prindër dhe edukatorët e tyre. Aktivitetet kanë qenë të ndryshme, duke filluar nga ushtrimet fizike me studentët e fakultetit të shëndetësisë, drejtimi fizioterapi, deri tek aktivitetet edukativo-arsimore dhe kulturore, ku gjithçka është realizuar me kujdes të veçantë.